E ne përderisa jemi besimtar dhe pendohemi te Allahu Azza wa Jall, e shpresojmë mëshirën e Allahut, për shkak se kështu na tha Allahu Azza wa Jall: La taqnatu min rahmatillah. Mos e humni shpresën nga mëshira e Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu Azza wa Jall i shlyen të gjitha gjunahet, pa marrë parasysh se çfarë gjunahi ka qenë. Vllai dashur musliman, motër muslimane, dije se Allahu Azza wa Jall e shlyen edhe shirkun përderisa je gjallë. Allahu ta fal edhe shirkun edhe kufrin përderisa je gjallë. Përderisa i pendohesh Allahut dhe i kërkon falje dhe e vendos që kur mos kthehesh në atë gjuna, në atë shirk, në atë kufër, Allahu Azza wa Jall jo vetëm që e shlyen, po ta shndron edhe në vepër të mirë. Ta shndron në shpërblim. Për shkak se tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, çka tha? Illa man taba. Në surën Furqan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Ata të cilët pasi përmendi Allahu gjunahet e mëdha, tha ata të cilët pendohen sinqerisht, wa amana, dhe pastaj besojnë Allahut fort me besimin e duhur, wa amila amalan salihan, dhe bëjnë pastaj pas pendimit, besimit, bëjnë punë të mira. Prej shkaqeve të lumturisë dhe zgjerimit të gjoksit është besimi dhe veprat e mira. Ka se tha Allahu Azza wa Jall: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Tha ata të cilët bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, dhe janë besimtar, janë për besimtarëve, thot Allahu Azza wa Jall, pra kanë imanin, besimin, do t'ju japim jetë të lumtur, pa breng. Thot Allahu Azza wa Jall në ajetin surën Furqan, çka thot? Ata të cilët pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Allahu të tillëve veprat e këqija ju shndron në sevape dhe në të mira. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allahu është falës dhe mëshirues.